Kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dreda, ditën e martë ka organizuar një mbledhje me dyert të mbyllura në ambientet e Bashkisë së Vlorës. Në mbledhjen me përfaqësues të ndërmarrjes së pastrimit, me drejtues dhe përfaqësues të ndërmarrjes së shërbimeve publike, por edhe përgjegjësit e bordit të kullimit, Dreda ka kërkuar dorëheqjen e një zinxhiri që nga ekipi drejtues deri te punonjësit apo edhe përgjegjësit. Shkak për dorëheqjen e cila ka kërkuar Dreda ka qenë situata e zjarrit në fushën e mbetjeve për mos reagim në kohë për shuarin e flakëve. Megjithatë, Dreda ka kërkuar që të ketë edhe angazhim maksimal për mbarvajtjen e sezonit turistik, çka sipas Dredës nuk është duke u dhënë maksimumi i punës së tyre. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreda kërkon dorëheqjen në zinxhir të disa prej drejtuesve të institucioneve në varësi të Bashkisë së Vlorës. Kryebashkiaku Ermal Dreda ka zhvilluar ditën e martë një mbledhje me dyert të mbyllura me drejtues, përgjegjës dhe specialistë të ndërmarrjes së shërbimeve publike, bordit të kullimit në varësi të Bashkisë së Vlorës dhe ndërmarrjes së pastrimit. Në fokus të kësaj mbledhje ka qenë situata regjistruar gjatë ditës së shtunë në fushën e mbetjeve në qytetin e Vlorës dhe përfshirjen e saj nga flakët. Gjatë takimit mësohet se kryebashkiaku Dreda ka qenë i ashpër në reagimin e tij, duke kërkuar njëkohësisht dorëheqjen zinxhir të drejtuesve, përgjegjësve apo specialistëve të këtyre ndërmarrjeve. Shkak ka qenë mos reagimi i tyre në kohë për situatën e krijuar nga flakët në fushën e mbetjeve, por njëkohësisht edhe mosmarrja në kohë të gjitha masave për mbarvajtjen e sezonit turistik në qytetin e Vlorës. Gjatë takimit mësohet se kryebashkiaku Dreda ka qenë i ashpër por dhe i zgënjur me punën e kryer deri më tani, jo vetëm për situatat në fushën e mbetjeve, por edhe për mbarvajtjen e sezonit turistik në qytetin e Vlorës. Për situatën e ripërsëritur të zjarreve në fushën e mbetjeve, tashmë u proceduan penalisht 5 persona, ndërsa hetimet për këtë ngjarje janë duke vijuar.